Hadithi dhe kuptimi i tij. Imam Ali al-Hadi, paqja qoftë mbi të, ka thënë: më i mirë se vetë e mira është ai që e bën atë. Më i bukur se bukuria është ai që e thot atë. Më i rënd se dija është ai që e mbart atë. Më i keq se e keqja është ai që e sjell e përhap atë për të keqen. Ndërsa më i tmerrshëm se vetë tmerri është ai që hipën mbi të keqen. Ky hadith Imam Ali al-Hadi, paqja qoftë mbi të, flet për peshën morale të njeriut, jo thjesht për vlerën abstrakte të veprave apo të fjalëve. Ai na mëson se mirësia dhe ligësia marrin kuptimin e tyre të plot përmes njeriut që i mbart, i thot ose i vepron. Kuptimi i këtij hadithi është: thënia e Imam Ali al-Hadi, më i mirë se vetë e mira është ai që e bën atë, do të thotë se e mira si koncept është e vlefshme, por njeriu që e vën në praktik është më i vlefshëm se vetë ideja e mirësisë. Islami nuk kërkon vetëm njohje të së mirës, por veprim konkret. Pa veprues, e mira mbetet e thatë. Vlera e njeriut matet me veprim, jo me fjalë apo synime. Thënia e imamit, më i bukur se bukuria është ai që e thot atë, do të thotë se e vërteta dhe fjala e bukur kanë hijeshi, por goja që flet drejt dhe bukur është më fisnike se vetë fjala. Fjala e mirë e nxjerr në pastërtinë e brendshme të njeriut. Etika e të folurit është pasqyrë e shpirtit. Thënia e imamit, më i rënd se dija është ai që e mbart atë, ka kuptimin se dija ka peshë, por dietari i sinqert ka peshë më të madhe se vetë dituria, sepse dituria pa moral mund të bëhet mjet shkatërrimi, dija pa përgjegjësi është barr, jo nder. Thënia e Imam al-Hadit, më i keq se e keqja është ai që e sjell atë, pra të keqen. Do të thotë se e keqja si dukuri është e urryer, por njeriu që e përhap të keqen është më i rrezikshëm se vetë e keqja. Ai bëhet burim i shkatërimit për të tjerët. Përgjegjësia personale është më e rëndë se vetë mëkati. Ndërsa thënia e Imam al-Hadi, më i tmerrshëm se vetë tmerri është ai që hipën mbi të keqen, ka kuptimin se jo çdo njeri që përballet me të keqen është fajtor, por ai që e shfrytëzon, e drejton dhe e përdor të keqen për interes të tij, është kulmi i ligësisë. Udhëheqësi i së keqes është më i rrezikshëm se vetë e keqja. Hadithi i Imam Ali al-Hadi, paqja qoftë mbi të, na mëson se Islami nuk e ndan veprën nga njeriu. Vlera morale nuk qëndron vetëm te çfarë ekziston, por te kush e përfaqëson atë. Njeriu është peshorja e së mirës dhe së keqes. E mira me njerëz të këqij humb vlerën, dhe e keqja me njerëz të fuqishëm bëhet katastrofë.